Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka bërë publik deklarimin e tij vjetor të pasurisë, i cili është publikuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga të dhënat rezulton se gjatë këtij viti janë shtuar 2 prona të reja të regjistruara në emër të bashkëshortes së tij. Bëhet fjalë për 2 banesa, njëra me vlerë rreth 120.000 euro dhe tjetra rreth 100.000 euro, të cilat janë përfituar përmes trashëgimisë familjare. Në deklarim përfshihen edhe pasuri të tjera të paluajtshme, si një shtëpi në bashkëpronësi me vlerë rreth 200.000 euro. Një banesë e blerë me kredi që ka vlerën e 265.000 eurove, si edhe një shtëpi e trashëguar prej rreth 150.000 euro. Sa i përket pasurisë së luajtshme, është deklaruar një veturë markës Mercedes-Benz e vitit 2019 me vlerë rreth 25.000 euro, e cila figuron në emër të bashkëshortes. Në pjesën e biznesit, bashkëshortja e tij zotron 25% të aksioneve në kompaninë Ampera Group, ndonse nuk është bërë publike vlera e tyre financiare. Në llogaritë bankare, Abdigjiku ka deklaruar rreth 386 euro kursime, ndërsa bashkëshortja e tij mbi 4.000 euro. Të ardhurat e tij përfshin rreth 19.000 euro nga pozita e deputetit dhe 24.000 euro nga angazhimi në kolegjin Reinvest. Ndërkohë në deklarim janë përfshirë edhe detyrimet financiare, përfshirë kredi për renovim të shtëpisë dhe kredi për blerje banese, me një shumë të konsiderueshme të mbetur për pagesë.